Goditet për vdekje me thik 47 vjeçari në Kavaj, një ngjarje rënd dëshonuar mesditën e sotme në lagjen 3 të Kavajës, ku një 47 vjeçar ka qelluar me thik një moshatarin e tij. Sipas policisë, ai ka ndëruar jetë në spital. Ngjarja dyshohet se ka ndodhur për motive të dobta. Më datë 21 dyti 2026 rreth orës 14:22 në lagje numër 3 Kavaj, shteta SIRP rreth 47 vjeç, banues në Kavaj. Dyshohet se për motive të dobta ka goditur me mjet prerës thik shtetasin SI rreth 47 vjeç, i cili përpasoj ka ndruar jetë në spital, njofton policia. Shërbimet e policisë janë bënë ndjekje të autorit dhe vijon puna për kapjen e tij, ndërkohë grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.